Shikues të dashur të Privet, dal nga dal erdhëm edhe tek fundi i emisionit, por jo pa i thënë të pathëna të kësaj jave, se kush bën pjesën e të dhe kush nuk ka ndajt orë këtë javë, i kuptojmë bashkë në rubrikën e fundit. Që është një nga këngëtarët më të kërkuara në Greqi, tashmë është pak i ditur. Madje, Eleni Fureraj është shpallur disa herë artistja e vitit në shtetin Helen. Kënga e saj e fundit është Golden Boy, që interpretua në Met Music Awards 2015, ndërsa tani ka filluar punë për projektin e ri. Shumë shpejt, Eleni do të sjellë videoklip, ndërsa ajo ka publikuar disa fotografi nga prapaskenat e filmimit të spotit. Këngëtarja Samantha Carabella, pas bashkëpunimit me reperin Skive, ka paralajmëruar projektin e saj të dytë për këtë vit. Ishte planifikuar të publikohej pjesa e dytë e hitit të saj më të madh në karrierë, Ti se din se. Versioni i dytë, i punuar sërish nga Kitchen Torch, është titulluar A e din se, por që tani disa plane kanë ndryshuar. Kjo këngë është kthyer për më vonë, pasi që Samantha do të sjellë një tjetër këngë para saj. Ryva Kajtazi, e cila së fundmi u përfoj për një stazani të mundshme, por që e mohoj është duke punuar për projektin e ri. Ryva nga kënga me ritme verore do të sjellë një balad që është duke u punuar në studion e Virusit, ndërsa teksti i saj është krijuar nga Arsim Bunjaku. Kënga akoma nuk është finalizuar, por që Ryva do e shoqërojë edhe me videoklip. Ka dënë ajo, është kënga dhe klipi i fundit që solli reperi Capital T. Artisti pas sezonit të nxehtë është nisur drejt Amerikës për të pushuar, mirë po edhe është duke pasur disa takime puna atje. Pavarësisht që nuk do të jetë në Kosovë për një kohë të gjatë, Trimi nuk do t'i mungojë adhuruesve të tij, pasi që shumë shpejt sjell projektin Skedit në bashkëpunim me Granit Dërgutin. Graniti është kantautor që është bashkangjitur kompanisë Authentic. Fillimisht Skedit do të publikohet në versionin audio, e më pas edhe me një klip interesant. Në këtë spot do të ketë personazhe televizive, por jo vetëm. Edhe fansët e Kapos mund të dërgojnë video në faqen e tij zyrtare në Facebook me emrin Capital T, dhe ato do të bëhen pjesë e kolazhit të videoklipit. U pa vetëm në 8 epizoda të serialit Agent Carter, që transmetohet në televizionin amerikan ABC. Mirë po shikueshmëria e madhe që ka siguruar ka bërë që ky rrjet televiziv ta vazhdojmë me sezonin e dytë të serial. Në fillim të 2016 do të fillojë së transmetuari e protagonistët mbeten të njëjtë. Njëri ndër ata që ka shkëlqyer në kastën e Agent Carter është aktori me prejardhje shqiptare Enver Gjokaj, i cili ka luajtur në disa prej serialeve më të mira për te oqeanit. Çka ndodhi unë nuk e di, një gjë është e sigurt. Erdhi fundi edhe këtij edicioni të Prives. Unë ju sërish takim javës që vjen në të njëjtin vend dhe në të njëjtin kohë. Mirë po, mos u lodhni me prit deri shtunën, gjatë javës mund të na ndiqni përmes portalit tonë prive.al. Gjithashtu edhe ato story të cilat nuk keni pas rast të shihni sonte, mund t'i gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube me Prive Klan Kosova. Një falënderim e posaçëm shkon për sponsorët tanë, ata janë Vala Fordi dhe Golden Eagle, e ju shikues të dashur, vazhdoni të qëndroni edhe më tej me programet e Klan Kosova. Natën e mirë dhe mirë mbetëshi.